Ndete mirë se gjeta. Kemi parë këto ditë një ngritje të çmimeve në produktet të ndryshme. Çka është duke vepruar Autoriteti i Konkurrencës? Autoriteti i Konkurrencës qysh muajin e kaluar ka filluar të mbledhë informata dhe kemi pranuar ankesa të ndryshme për ngritje të çmimeve. Ne me njerë kemi filluar të bëjmë analizën duke marrë të dhëna nga dogana e Kosovës dhe kësaj deri të përfundojmë analizën nuk mund të themi gjë njëherë për ngritjen e produkteve të ndryshme bazike. Janë rreth mbi 20 produkte të ndryshme në të cilat autoriteti është duke i hulumtuar në mënyrë më të thellë, duke i analizuar detajet dhe arsyet e ngritjes së tyre. Për cilat produkte bëhet fjalë? Po bëhet fjalë për produkte bazike, për shembull mielli, krypa, sheqeri, vaj, kafeja dhe disa produkte tjera të cilët tani aktualisht nuk më bine ndërmend të gjëra. Ndonë se ngritja e çmimit të energjisë elektrike, vendimi hyn në fuqi nga data 1 maj, me njëherë të gjithë pothuajse të gjitha bizneset e kanë shfrytzuar këtë dhe nga gjysma e këtij muaji kemi parë që vetëm ka filluar lëvizja e çmimeve edhe në produktet bazë, por edhe në produktet e tjera. Ndodh kjo rëndon zoti Rexhepi sa që të kemi një ngritje të çmimit të energjisë, të fillojnë me njëherë bizneset të ngrisin edhe çmimet e produkteve? Jemi dëshmitarë se në Kosovë ka ndodhur fatkeqësisht gjëra të tilla ku me një paralajmërim të ngritjes së çmimit të rrymës kanë filluar të ngriten edhe çmimet të produkteve tjera. Mirë po, ky nuk që rasti në ngritjen e çmimeve si për shembull ato të bukës, të kafes, pasi që ka ditë që nga java e kaluar dhe sot edhe dje kanë dalë ekipet të Autoritetit të Konkurrencës, inspektor, ekipet të ndryshme në për teren dhe kanë mbledhur informacione dhe analiza të ndryshme për rreth sidomos me theks të veçantë të çmimit të bukës dhe të çmimit të kafes. Nuk është e arsyeshme që me paralajmërim të ngritjes së rrymës të fillojnë të shtrejtohen produktet e tjera, për arsye se rryma do të fillojë të ngritet nga nesër 1 maj dhe jo që nga java e kaluar, me qenë se kemi hasur në ngritje të çmimeve edhe javëve të kaluara. Sigurisht që këtyre ditëve keni marrë më shumë ankesa edhe nga qytetarët. Sigurisht po, nuk e kemi pritur këtë volum të madh të ankesave që i kemi pranuar në emailat tona në drejtim të Autoritetit të Konkurrencës, mirë po duhet të theksuar se Autoriteti i Konkurrencës nuk ka mandat për t'i rregulluar apo ulur çmimet. Ne kemi mandat vetëm nëse gjejmë një kartel të disa ndërmarrjeve ekonomike apo operatorëve ekonomik të cilën mirën vesh në një fiksim të një çmimi të një produkti të ndryshëm, vetëm atëherë ne kemi mandat për të ndërhyrë apo si që temi për të aprishur atë kartel. Deri tash, a keni vërejtur që ka ndonjë marrëveshje në mes të bizneseve, qoftë të kafeterive, apo qoftë edhe të furrave, sepse kemi parë jo vetëm në Prishtinë, për gjithandej Kosovës, që kanë paralajmëruar ngritje të çmimit të bukës, jemi dëshmitar që tash e 2 ditë 3 në kryeqytet çmimi i kafes në shumë vende po kushton 2 euro. Po e kemi vërejtur edhe këtë, se si që jam edhe unë edhe qytetarë tjerë jemi konsumator edhe të bukës edhe të kafes, e kemi vërejtur edhe vetë ne si autoritet për pas ankesave. Për shkak të rëndësisë së mbledhjes së informatave dhe mos ndërhyrjes në procese të mëtejmet që mund të ndodhin në të ardhmen, hapjes së procedurave hetimore, nuk mund të flasim tani se a kemi gjetur apo nuk kemi gjetur indicie të tilla, mirë po është parë që ka një lloj koordinimi për ngritje të njëanshme të çmimeve. Çka ndodh me këto subjekte në rast se vërtetohet se kanë arritur një marrëveshje mes vete? Çka ndodh me këto subjekte, me këto biznese? Sipas nenit 5 të marrëveshjeve ndaluara, ne fillimisht fillojmë procedurën hetimore, paraqesim raportin e punës tek Komisioni i Autoritetit, pastaj Komisioni i Autoritetit vendos për hapje të hetimeve ndaj ndërmarrjeve ekonomike të cilët janë gjetur në një marrëveshje ndaluar apo kartel, dhe për të mos i treguar tani detajet e proceseve brenda autoritetit, gjoba maksimale që mund të shqiptojë autoriteti është 10% e qarkullimit vjetor të realizuar në tërë botën të vitit fundit fiskal të mbyllur, por që neni 49 i ligjit për mbrojtjen e konkurrencës shpjegon qartë edhe masat të përkohshme
të cilat mund të mirën ndaj ndërmarrjeve në rast se shkaktojnë dëme të pariparueshme në treg. Ka pas raste viteve të kaluara kur keni zbuluar një kartel, si që thoni ju, të tillë në mes të bizneseve? Po, kemi pas raste ndaj të cilëve është hap hetim, ato janë ende në procedurë, por nuk janë raste që kanë të bëjnë me ngritjen e çmimeve të produkte, po janë raste në fushat të tjera. Po, i përmendet disa masat të përkohshme. Çka janë ato masat të cilat i merr autoriteti dhe sa zgjasin këto masa? Masat e përkohshme janë, të themi shkurt, mbyllje e ndërmarrjes ekonomike në operatorit ekonomik nëse vërehet që dëmi është i pariparueshëm në treg. Masat e përkohshme mund të zgjasin deri në 6 muaj, por nëse autoriteti kërkon që ato masa të jenë më të gjata, mund të zgjasin edhe më shumë se 6 muaj. A ka pasur raste kur i keni mbyllur bizneset për shkak të shkeljeve të ligjeve me të cilat funksionon autoriteti? Jo, deri më tani nuk kemi marrë ndonjë masë të përkohshme. Arsyet janë se janë edhe procedura tjera, duke i përmendur për shembull rrethana lecuese apo rrethana rënduese në varësi prej operatorit ekonomik, se si bashkëpunon me autoritetin e konkurrencës, por që kohëve të fundit nuk kemi parë shkelje më të rënda ndër vite se sa këto që i kemi vërejtur në këto ngritje të çmimeve. Mirë, besoj që inspektorët zyrtarët e autoritetit janë gjithandej Kosovës, cilat janë indicjet e para që i keni marrë, ndonse nuk po doni që t'jepni shumë informacion për publikun, po besoj që është në interes të tyre, sepse ka prekur direkt xhepin e qytetarëve të Republikës Kosovës kjo ngritje e çmimeve bazë duke filluar nga buka. Po, si që tregova, nuk mund të jap tani shumë informata rreth mbledhjes që i kemi bërë analizën, mirë po e kemi parë në radhë të parë pas informatave të marra nga tereni që ka indicie për koordinime të çmimeve të ndryshme, edhe ato të bukës në komunat të ndryshme të Republikës Kosovës, në momentin që autoriteti i konkurrencës fillimisht do të provojë me një avokim në mënyrë që të kthehet çmimi se si ka qenë, për ndryshe nëse nuk funksionon avokimi në ato raste, ne hapim procedura hetimore dhe në fund mund të pasoj gjoba edhe për inicuesin e kartelit, i cili ka rrethana më të rënda, ka rrethana vetëm rënduese për që gjobë deri në 10% të qarkullimit vjetor. Ai i cili e ka nisë, tani, ai i cili e ka nisë iniciatori që ka nisë ngritjen e çmimeve, po sa është e vështirë që të zbuloni këtë kartel? Jo edhe shumë e vështirë që të zbulohet një kartel për shkak se momentin që inspektorët dalin në teren dhe bëjmë pyetje të ndryshme nga ato përgjigje që i marrim, vetëm se dele vërteta në pa. Koordinimi i çmimeve, pastaj shohim edhe ngritjen e për një herë të çmimeve nga faturat apo dutat e tyre, të cilët i kërkojmë dhe operatorët ekonomik janë të obliguar që të paraqesin ato sipas ligjit të mbrojtjes së konkurrencës, andaj nuk është edhe shumë e vështirë që të gjendet një kartel, ndonse është shkelja më e rëndë e ligjit të mbrojtjes së konkurrencës, sepse llogaritet që është hetimi më i vështirë që mund të bëhet, por në Kosovë nuk është edhe shumë e vështirë. Zoti Rexhepi, unë të falenderoj, besoj që sapo t'i keni informacionet e plota dhe të nxjerrni edhe një raport rreth kësaj se çfarë po ndodh ditëve të fundit, do të vini përsëri në studio dhe të ndani më shumë informacione me shikuesit e televizionit Kosovës. Patjetër, ju falenderoj.